Uf, hajde moj mine, hajde pra, ku mbetet? Valla, makina është gati. Nuk ka asnjë problem, edhe vajin janë trova, funksionon në mënyrë perfekte. Të lumshin duart, Josuf. Fal të gjithë filluan ta sjellin makinën këtu. Nuk e di nëse e ke vënë re, a? E din? Faleminderit shumë valla. Ne përderisa e bëjmë punën siç duhet, do të vinë edhe më shumë gjithsesi. Pikërisht ashtu vëlla im. Gjio, unë po dal pak valla. Qoftë fort mirë, bro. Nuk do vonohem shumë, jo, do të flas me Gynilin dhe do kthehen. Mos guxo të nxitosh që të thuash se do Vëlla, ri pra, bisedoni mirë e mirë. Hajde, shpresoj me lajme të mira. Hajde, më Yusuf. Hajtohu me këtë vajzë, ma. Hajde. Erdha motor, erdha. Po e pash? Kuptova motor në rregull. Më falni, a mund të shkoni? Çfarë ndodhi, vajzë e re? Ashtu, ai, unë Prit, çfarë ndodhi? A je mirë ti? Çfarë po nuk jam ndodh? as pak mirë. Frym nuk mund të marr. Frym nuk mund të marr. Në rregull, qetëso. Hop, në rregull. O zotim, hey! Janë ve. O zotim ma. Vajz. Hey. Vajz. Motra ime e dashur ti e vetmja ime. Të betohem se nuk do të pendosh që më ke falur. Shiko, po e shkruaj këtu, tani e tutje nuk do të dal nga fjala jote. Vaj. Këtë herë duket se e ke marrë mësimin. Edhe atësi, motër betohem se po jetoja në kushte primitive. Gjithsesi nuk mund të duroj dot atë Saiden. O zot. Atëherë ti pse nuk shkove te elitat? Prej gata di, u tërprova si duket. Dua të them, më erdhi keq të thosa që më ka dëbuar nga shtëpia. Mos më shiko mua ashtu. Edhe unë sigurisht se nuk u gëzova që të dëbova. Por e te prove shumë duke më kërcënuar mua, Melis, e meritove. Motër në rregull, le ta mbyllim këtë temë. Të betojmë se po hyn nën dhe nga turpi. Beso pak mua. Të betojmë diçka e tillë. Të mos ndodhet ashtu. Shiko shpirt, tani në shtëpi gjithçka është perfekte. Hesht dhe i mbledh mend në kokë, do të jetojmë si mbretëresha të dyja. Ai u emocionova shumë. Trego mua. Do të tregoj. I pave macet në kopsht? U kuptua. Duhet të përfshihem në këtë punën. Me qenë se nuk po tregon, më takon mua të them të vërtetën. Për ndryshe jetët e gjithve do t'jetë mjerueshme. E di që do të zemrohesh me mua nëse zbulon që kam bërë këtë, por nuk mund të duroj që të lëndohet një vajzë me zemër të mirë si ti. Më vjen keq nuk ju përgjigjem thirrjeve që vijnë pa numër. Ditën e mirë juve. Mirëmbëjtje. Ju lutem më dëgjoni. E kam patjetër t'ju telefonoj me numër të fshehtë, sepse nëse zbulojnë këtë, do t'i japin punë punës time. Ju kush jeni dhe pse më telefononi mua? Unë punoj në spitalin në të cilin kontrollohet gruaja juaj. Unë jam infermierja Hylja Kajalli. Urdhroni, ju dëgjoj. Zotërit Arëk, gruaja juaj ju gënjen juve. Është shumë gënjeshtër e madhe që gruaja juaj është të zënë. Çfarë? Mirë po... Alo. Mirë po, si mund të ndodhë kjo?
Ka mbetur edhe pak, Jusuf. Shumë pak ka mbetur. Tani do të mësosh gjithçka. Shpresoj se nuk më solle mua këtu këtë koti Gënyl. Nuk kam më forcë për përballoj një justifikim tjetër. Çfarë më ndodhi mua kështu papritur? Përbes nuk e kuptova. Të ratë të fikët papritur. Ka ndjesë dhe juve ju largova kështu nga puna Jo juaj. në rregull, nuk është problem. Çfarë të bëjmë? A je mirë? Mirë, faleminderit. Faleminderit përsëri. Hajde të shohim, qoftë e kaluar. Duket se më nuk jemi në gjendje ta kërcënojmë Gynylin dhe ta ndalojmë. Çfarë do të bëjmë? Do i hapim syt 4 dhe do ta presim momentin kur të takohet me Jusufin. Pastaj do ta bëjmë Gynylin të kuptojë sa e rrezikshme është ajo që bën, por ndërkohë edhe ti nuk duhet ta humbasësh nga syt. Mirë edhe ashtu unë ka sa ditë që jam para shtëpisë së saj. Lagja po fillon të dyshoj tani. Mund të jetë e vështirë për mua ta mbaj në shtëpi. Ti mos u shqetëso, edhe njerëzit e mi e ndjekin Jusufin. Ata do të ndorhyjnë nëse është e nevojshme. Po sikur të takohem. Ti ma lër mua këtë. Ku je Gënyl, ku je? Nuk mund pres më tepër Gënyl. Jusuf, Gënyl, prit qetësohu. nuk mund të qetësohem, nuk mundem, Jusuf, nuk mundem. Gënyl, prit qetësohu. Çfarë ndodhi? Më fal mua e dashur, më fal. Doja të vija të tregoja gjithçka që nga fillimi, por nuk munda pra. Rregull. Ata më bllokuar rrugën çdo herë, nuk munda ta bëj. Rregull. Eja, Jusuf. merr pak frymë këtu. Jusuf, të lutem të dëgjoj mua. Shiko, nëse do mund të vija. Dhe për asnjë moment do të vija pranë teje, por nuk munda pra. Se Gënyl, përse nuk mund vish, ha? Gënyl, rregull, mirë, qetësohu. Shiko, unë jam këtu, rregull? Tani me qetësim tregoj gjithçka që nga fillimi, rregull? Rregull Gënyl, po dëgjoj. Jusuf, unë që në fillim do të vija do të tregoj aty, por nuk mund të tregoja, nuk munda, sepse... Gënyl! Jusuf, a je mirë? A je mirë, Jusuf? Mirë, rregull. Eja këtu, eja. Unë jam mirë. Prit shikoj një herë. A je mirë? Të ka ndodhur diçka? A je mirë? Mirjam, unë nuk kam asgjë. Nëse të ndodhi diçka, çfarë do të bëjon? Mirë, në rregull. Baroj. Ikën ata bastardët. Më shiko mua. Nuk do të lejoj që të lëndoj ty askush përderisa jam unë me ty. Po unë a mund të leju një gjë të tillë? Për këtë shkak ka ditë tëra që nuk mund të vi pranë teje. Po vdes nga malli për ty, larg teje edhe nuk munda të vi. Nuk munda sepse do të lëndonin ty, nuk munda të vija tek ti. Ty? A të kërcënonin se do të më dëmtonin mua? Sa herë kam provuar që të vija tek ti. Herën e fundit më ndaluan rrugës për në.
Për në stacionin e policisë. Më kërcnuan. Se do të vrisnin ty. Tja për këtë shkak, gjithçka për të më mbrojtur mua,